Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet dhe lavdimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e përzemër të Muhammedin a.s. në këtë ditë të bukur xumaje të datës 16 janar 2026 apo 27 Recep 1447 Hijri. Gjatë historisë së Islamit ka patur shumë njerëz të ditur. Mirë po, disa emra kanë mbetur aktual edhe deri më sot. Me sa duket, do të mbesin të tillë deri në ditën e gjykimit. Me çfarë e kanë merituar ata këtë, përveç dijes, atë vetëm Allahu e di. Ne duhet vetëm t'i marrim ata për model të jetave tona, e pastaj t'i dorëzohemi asaj se çfarë Allahu ka përcaktuar për ne. Njëri prej të tillëve ishte edhe Imam Shafiu, rahimahullah, i cili ishte ulur një herë me nxënësit e vet, të cilëve po u mësonte disa çështje të fikut. Në mes të ligjërimit e ndërpret një zë gruaje, e cila, duke drejtuar gishtin drejt Imam Shafiut, tha: "O Imam, a vallë ti që mbrëm ke bërë amoralitet me mua, sot po i mban ders, sot po i mban ligjërat këtyre nxënësve?" Të gjithë heshtën dhe shikuan drejt imamit. A është e mundur që imami dhe yrneku i tyre ta ketë bërë një mëkat kaq të urryer? Ata u çuditën edhe më shumë kur panë se Imam Shafiu nuk po e mohonte këtë akuzë të kësaj gruaje, por veç po shikonte drejt saj. E pastaj në një moment të caktuar i tha: "O grua, sa pare kërkon të paguaj?" Në atë moment, disa nxënës u ngritën nga mexhlisi dhe u larguan nga ai vend, kurse të tjerët mbetën edhe në heshtje po vështronin këtë ngjarje të çuditshme. Atyre që mbetën, Imam Shafiu i tha: "Më trajtoni si hurm. Atë që është e mirë, hajeni, dhe atë që nuk është edhe nuk duhet gjë, e kishte fjalën për bërthamen, atë hudheni." Nxënësit ende nuk po mund të besonin atë që po ngjante para syve të tyre. Gruaja ende qëndronte para imamit dhe po vazhdonte që ta akuzonte imamin për atë mëkat. Në atë moment dëgjohet një zhurmë. Njerëzit bërtitën: "Zjarr, zjarr!" Një njeri i afrohet asaj gruaje dhe i thot: "O grua, po digjet shtëpia yte ngutu." Si pula pa kokë, ajo vrapoi me njëherë, jo për shkak se po i digje shtëpia, po për shkak se kishte lënë fëmijët e saj brenda asaj shtëpie. Dhe filloi të bërtasë: "Fëmijët e mi." Të gjithë njerëzit që ishin aty, duke përfshirë edhe vetë Imam Shafiun, vrapuan me njëherë drejt shtëpisë që po digjej, dhe kur Imam Shafiu pa që shtëpia ishte ndezur zjarr, ai pa një pa dy u fut në atë shtëpi dhe i gjeti fëmijët e asaj gruaje brenda, i morri ata dhe doli me fëmijë në duar. Falë Allahut, ata nuk ishin lënduar. Nëna e friguar vrapoi, i përqafoi fëmijët dhe pasi që pa se çdo gjë është në rregull me ta, u kthye drejt turmës së njerëzve edhe me zë të lartë bërtiti: "O ju njerëz, dëshmoj se ishin jahudit ata të cilët më detyruan që ta akuzoj Imam Shafiun para nxënësve të tij, që të provoj që ta përlyej famën e tij ndër njerëz." Pas këtyre fjalëve, shumë ndihen lehtësim. Ata nuk dyshuan, por ja që shejtani di të bëjë të vetën. Megjithatë, kërkuan një sqarim nga imami përse ai nuk reagoi dhe nuk e mohoi atë për çfarë e akuzoi ajo grua. Ai i tha: "Ta kishe mohuar thënien e saj, ju do të ishin ndarë në dy grupe. Njëri grup nuk do të më kishte besuar dhe kishte vazhduar në të, sado që unë ta mohoja atë. Kurse grupi i dytë ndoshta edhe më kishte besuar, por megjithatë, prap në shpirtat e tyre gjithmonë kishte mbetur një grimc dyshimi në sinqeritetin tim. Andaj vendosa që çështjen time ta la në dorë të Allahut." Vëllezër dhe motra,
Mos u arsyetoni shumë për atë që bëni. E mira do të jetë gjithmonë cak i njerëzve të këqij. Atë mos u mundoni ta tjetërsoni. Lënjani gjërat Allahut se ai di atë që ju nuk e dini. Allah ju pas në mbikëqyrjen e tij, juve dhe familjet e juve, inshallah do takohemi përsëri në perlën e xumas së radhës. Deri atëherë, Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh.